Kjo video është për të gjithë ju që keni dhimbje midis shpatullave tuaj si pasojë të qëndrimit para në kompjuter. Atëherë, duke qenë se jeni para kompjuterit, ju merri rutina dhe ju qëndroni në këtë mënyrë duke ngarkuar konstante shpatullave tuaj si edhe qafën. Do ju rekomandoja që çdo gjysore ose çdo një orë minimalisht të vendosni duart mbrapa qafës tuaj dhe të mundoheni të sillni kraharorin para duke çuar duart mbrapa dhe qëndroni këtu 2 sekonda ose 2 frymëri dhe më pas relaksoheni. E ribëjmë përsëri për 10 përsëritje. Këtë ushtrim e rekomandoj ta bëni 2 sete në ditë, sidomos gjatë periudhës që jeni përpara kompjuterit, pra 8 orashin gjatë punës. Nëse juve gjatë kohës që bëni këto ushtrime nuk shikoni asnjë lloj përmirësimi, atëherë ju këshilloj që të vini në klinikën tonë për të kryer një ekzaminim akoma dhe më të detajuar dhe për të gjetur shkakun se nga se vjen kjo lodhje ose kjo dhimbje vazhdimisht.